Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda se bashkëpunon me bandat e krimit të organizuar. Gjatë prezantimit të programit opozitës për rendin dhe sigurinë në vend, Berisha deklaroi se figurat e krimit të organizuar vendosin se çfarë do të ndodhë me policinë e shtetit. Në krye të Policisë së Shtetit është një bashkëpunëtor i bandave, një i emëruar i tyre. Krimi urdhëron emërimin e drejtorëve, urdhëron shkarkimin e tyre. Krimi urdhëron emërimin e deputetëve. Por kryetari i PD-s sulmoi edhe drejtuesen e Shërbimit Informativ Shtetëror për lidhje me Serbinë. E shkarkuar nga qeveria e vet për dyshime shumë serioze, bashkëpunime dhe të tjera. Vjen dhe merr me porosit Vučićit drejtimin e Shërbimit Informativ Kombëtar. Berisha premtoi se pas 11 majit, nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet, prioriteti i saj do të jetë lufta ndaj bandave kriminale. Kudo që të jenë, edhe në shpellat më të larta të këtij planeti, do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Sipas Berishës, bandat kriminale kanë arritur të ndikojnë edhe në procesin e vettingut të prokurorëve e gjyqtarëve. Gjykatësit dhe prokurorët të cilët u kap u përballan dhëm për dhëm me krimin. U larguar nga detyra me vettimun gjuhët i shtrigash. Ata janë sot jashtë institucioneve, si akmarrje për ta. Të gjitha këto marrin fund. Nga ana tjetër, Berisha premtoi rritje pagash për të gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit nëse Partia Demokratike fiton në 11 maj.